Të dashur bashkëdhetar, partneri kryesor i Kosovës nga qeveritë e kaluara në rajon ishte Serbia. Tash me qeverinë tonë, partneri kryesor tregtar në rajon është Shqipëria, e në përgjithësi është Bashkimi Evropian, e në veçanti Gjermania. Por kjo rritje ekonomike e ka të domosdoshme edhe drejtësinë. Pra, jo vetëm shpërndarje, rishpërndarje, por edhe drejtësinë. Drejtësinë, dashur qytetar, bashkëdhetar, ende nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë Kosovë akoma e kemi të shtrembër. E në mandatin e ardhshëm duhet ta drejtojmë drejtësinë. Pra, jo vetëm lokomotivën edhe vagonat, por në mandatin e ardhshëm, i cili do të jetë i hekurullave me lokomotiva e vagona, edhe drejtësinë do ta vendosim në binar. Për lokomotivën me vagona e kemi hekurullën, për drejtësinë e kemi vettingun, prokurorinë e re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Si që tha edhe Ylka, neve nuk ka punë që na lo. Neve vetëm mos puna e drejtësisë na lo. Po në mandatin e ardhshëm do ta drejtojmë drejtësinë e cila do të punojë kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit lartë, dhe qytetarët, kur t'i drejtohen pallatit të drejtësisë, të shkojnë aty me shpresë dhe besim, që do të dalin më të kënaqur se sa që shkuan. Sepse ligji duhet na bashkoj me barazin para ti, e jo të na ndaj në ata që janë të paprekshëm prej atyre që janë të pambrojtur. Me qeverinë tonë, ne zotohemi që në mandatin e ardhshëm pa tjetër për gjithë do të drejtojmë drejtësinë.